këto ditë unë jam njoft, jam prezentu për herë të parë me një karakter që ka emrin Batan Haxhia. Është një si është e zbavitje quhet? Zbavitje? Të shikosh karakteret tillë, nuk e di, duhet jetë ndaj person i ri që ka dalë në media, ose të këtë qenë që kur se çfarë nuk bën vaki me median shqiptare, por që sharekliku i medjeve shqiptare se ku thrit këtë në televizor nuk pas ka të maru. Një nga njerëzit që po ta kesh njëri që njëllë do të vjerë turp nga vetja që ke shok kur flet. Ky nuk e dis nëse ka dalë në mbrojtje të bëj avokatin e Edi Ramës vetë ky, se s'ma merr mendja. Edi sado që është arrogant, sado që është prepotent, sado ai e ka një lloj gjithë skizofrenët e kanë. E ka një lloj delli, një lloj aftësie, një lloj talenti që të gjeje, të manipuloj mirë, gjej njerëz që ja vlen. Njerëz jo të merret me blollej, me sharlatan, me idiot, si ky që ka emrin Batan Haxhia dhe këto mediat që marrin këto që tregojnë se sa qesharak janë, se mund të marrësh njëri nga rruga edhe mund të bësh një video të lezetshme, ai mund të jetë i çmend, ai mund të jetë hallexhi, ai mund të jetë një jevk, ai mund të jetë një, më falni, ram, ai mund të jetë që se ka veganis kush dhe ka për tallë dhe për qesh, edhe po të zbaviteshme. Po ti je qesharak, ti je një idiot, ti nuk je profesional, ti je i poshtër. Kështu janë edhe këto mediat, kanë gjetë një budall, një Batan Haxhia, edhe ndoshta shohin njerëzit se kënaqesh po të shosh Sancho Pancho para teje gjithmonë. Edhe ky vazhdon të thotë në për këto forumet ku e ftojnë këtë, që prokurorët në Shqipëri, me qenë se po hetojnë edhe kanë deklaru si të pa denjë, e kanë pezullu nga puna, këto kanë pezullu